Të nderuar shikues, mirë se po takohemi përsëri. Sot mysafire në studio kemi zonjën Labinot Demi Murtezi, deputete në Kuvendin e Kosovës, të cilën e falenderojmë për pjesëmarrje në emisionin tonë. Mirë se veni, zonja Labinot. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kur jemi te gruaja kosovare, shpesh hasim në probleme të ndryshme në zhvillimin e saj nëpër etapa të veçanta dhe caktuara. Me zonjën Labinot do të flasim pak për të drejtat e grave në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në proceset vendimmarrëse. Zonja Labinot s'do mend që të drejtat e grave si gjysma e popullsisë së botës duhet të promovohen, duhet të diskutohet për to patjetër. Mirë po, vetë fakti që sot kemi zgjedhur këtë për temën e emisionit sotëm, na jep të kuptojmë se të drejtat e grave janë të zbehta në krahasim me të drejtat e burrave, të cilët paraqesin mazhorancë gati në secilin vend. Çka mund të na thënë në lidhje me këtë? Nëse ndalemi shikojmë ligjet si ligje, ato janë gjithmonë në favor të gruas, të pozicionit të gruas në shoqëri, për të gjitha pozitat në për të cilat ajo kalon. Nga se ligjet e Kosovës janë ligjet që janë të standardizuara dhe edhe ligjet e reja në vazhdimsi standardizohen me ligjet e BE-s. Çështja çalon ndoshta pak në praktik, ose nëse dikon çalon, ajo çalon në praktik, për shkakun e vetëm se ne jemi mësuar për një kohë të funksionojmë me traditat tona vendore, patriarkale, por që jam shumë optimiste se këto po të i kalohen, kemi domethënë dëshmi se po të i kalohen, po vazhdojnë të përmirësohen, ndërka që ajo që ka mbetet breng e imja e veçantë për pozitën e gruas në shoqëri është vetëm çështja e trashëgimisë. Kur e shohim se kemi çështje të rregulluar me ligj në aspektin fetar edhe të urdhëruar të obliguar nga ana e Zotit që në trashëgimi të përfshihen edhe vajzat edhe djemt e çdo prindje, çdo familjeje, konsideroj se këtu çalojmë, domethënë jemi mbrapa dhe kësaj femra ngecet në si them në atë pozicionin brenda familjes në kuptimin e marrjes së vendimeve të saj përket financave, trashëgimisë familjare. E them këtë nga se në vazhdimsi femra mbetet në momentin që nuk është, sidomos kur nuk është e angazhuar në ndonjë punë në profesionin e saj, që papunësia është e lartë në Kosovë për të gjithë dhe për femrat në veçanti, femra mbeten mbrapa nga se nuk ka një bagazh të trashëguar nga familja, siç kanë meshkujt në përgjithësi, dhe bazuar në trashëgimin familjare, ndërmarrin iniciativa vetanake për t'u pavarësuar ekonomikisht. Nga se pavarësia ekonomike do të thotë shumë për ecjen përpara dhe për zbatimin e të gjitha të drejtave dhe dëshirave që i kanë gratë për të avancuar në shoqëri, në biznes, në përgjithësi në jetën sociale. Konsideroj se nëse përfillim ligjet në fuqi, nëse jemi besimtar më të devotshëm në këtë aspekt dhe i fusim femrat në trashëgimi tamam siç duhet, konsideroj se kjo forcon akoma më shumë pozitën e femrës në shoqëri. Më përpara femra ka qenë edhe e parësimuar, sot nuk kemi kuadro, nuk kemi profesion ku nuk i kemi femrat prezente, madje profesioniste të shquara, edhe sportiste të mira, edhe aktora, artiste të mira, edhe inxhiniere, mos të flasim për doktoresha e profesionet të tjera, deri edhe në pilote të suksesshme në vende të ndryshme, nga se jemi të vetëdijshëm se vendi jonë nuk i ofron të gjitha mundësi që gratë edhe burrat në këtë rast, jo vetëm gratë, ta shpalosin intelektin e vet edhe profesionin e vet që kanë marrë diku tjetër. Pra kemi kuadro mjaft, duhet t'i përfillim, duhet t'i respektojmë për pozitën që e kanë në shoqëri, por edhe duhet t'i përfshim në trashëgimi në mënyrë të pavarësimit të saj sa më të madh. Zonja Labinot, për gjatë kësaj kohe, për disa të herë me radhë, ju personalisht zgjedheni si përfaqësuese e popullit në Kuvendin e Kosovës. Për më tepër jeni edhe deputetja e parë femër me mbulesë islame. Çka paraqet kjo për juve personalisht? Unë jam në mandatin tim të tretë si deputete në Kuvendin e Kosovës. Për mua në kupton përgjegjësi të madhe, mbi të gjitha transparencë dhe bashkëpunim me të gjithë qytetarët, me të gjithë aktorët, me të gjitha institucionet, jo vetëm për qytetin që prej nga vi, domethënë Gjilanin, por duke ditë se jemi një zonë zgjedhore, kjo na obligon që të bashkëpunojmë me të gjitha komunitetet, edhe etnike, edhe fetare, edhe profesionale, të gjithë me radhë. Kjo është përgjegjësi shumë e lartë. Ka qenë sfiduese kandidatura ime për shkak të
mbulesës që unë e praktikoj si obligim imi fetar. Ka qenë një lloj paragjykimi edhe nga persona që janë fetar, po dhe nga ata që nuk janë, nga se politikën e kam dashur edhe më herët, kam qenë pjesë e shumë rrjeteve organizative brenda qytetit tim dhe kjo pashmangshëm të çon deri tek politika njëherë lokale, pastaj ajo e përgjithshme vendore, por që unë kam qenë shumë e bindur në atë çka kam dashur, në atë çka kam synu, për atë çka jam shkollu, për atë çka jam eduku në familje dhe kësaj kam vazhdu. Konsideroj që ky sistem i imi i shëndosh ka ndiku që të vedisohen edhe gra e vajza të tjera dhe sot kemi shumë gra aktive, shumë aktive se më përpara, pavarësisht veshjes së tyre, është ajo veshje e besimit islam apo e besimit të krishter ose e përzgjedhjes së secilit varësisht se qysh grapt apo vajzat e dëshirojnë. Zonja Labinot, e shohim se kohëve të fundit pjesëmarrja e grave në vendimarrje ka filluar të rritet. Si e vlerësoni ju këtë rritje? Është rritje vetëm sasiore apo edhe cilësore? Duke pas parasysh se femrat, gratë, vajza derisa të arrijnë një pozicion janë shumë fish më të sfiduara se burrat ose meshkujt për faktin se kanë edhe obligime të tjera familjare, jo që meshkujt janë pa obligime, po prapë se pra pozita e gruas sidomos kur ajo është nën, pashmangshëm është me angazhime më të mëdha edhe në shtëpi. Konsideroj që për të gjitha femrat që kanë ardhur gra deri në pozitat vendimarrëse, kjo është ekskluzivisht merit e cilësisë punës dhe profesionalizmit të tyre, përkushtimit edhe vetë mohimit. Nga se të dalësh nga shtëpia për të marrë me diçka tjetër, profesionale ose edhe tej profesionale përveç obligimeve në shtëpi e në familje, është sakrificë e veçantë për secilën grua, për secilën nën. Sa më shumë gra të angazhuara në politikë dhe në institucione në përgjithësi, tashmë është e dëshmuar që kemi më pak skandale, më pak korrupsion. Andaj edhe në këtë kontekst inkurajoj çdo grua që të jetë më aktive me rrethin e vet familjar, shoqëror, profesional, që t'i rreket obligimeve publike për të mirën e përbashkët, jo vetëm për përmbushjen e dëshirave dhe ambicjeve personale, individuale. Qeveria aktuale, qeveria Kurti 2, është për herë të dytë shembull i mirë i qeverisjes në Kosovë me një standard jo edhe aq të mirë, por në krahasim me qeveri tjera shumë të mirë, sepse kemi plotësuar minimum kuotën gjinore që është obliguar për listat për asamble komunale dhe listat për deputet. Tash kemi edhe qeverinë me mbi 30% gra prezente në pozitat e ministreve dhe kësaj here veçanërisht 2 zëvendës kryeministre gra. Po kur jemi te kuotat, si e vlerësoni ju këtë obligim që e kemi, a e vlerësoni si kur diçka e duhur, apo diçka që i hap shtigjet e një konkurencit pa drejt? Për të gjithë ata që kanë ndjekur zhvillimet politike, sidomos këto të pas luftës në Kosovë, fatkeqësisht, fatmirësisht, është pa që kuota ka qenë domosdoshme sepse numri i vogël i grave dhe vajzave janë përfaqësuar në institucione, qoftë në asamblet komunale, qoftë në kuvendin e Kosovës, pa kuotë. Ka qenë numri i vogël, shumica kanë qenë pjesë e kuotës. Kjo ka inkuraju gratë, nëse mund ta them inkurajim se kjo në vetvete është një lloj diskriminimi, që të angazhohen pak më shumë edhe duke pas parasysh këtë kuotë që i përfaqëson me çdo kusht. Me vetë faktin se jemi shoqëri e re e Kosovës së lirë, kemi jetuar shumë vite në okupim, gratë janë marrë kryesisht me punë të shtëpisë, të pakta kanë qenë ato që kanë qenë aktive në jetën publike, edhe për shkak se u ka munguar ana profesionale shumicës, edhe për shkak se rrethonet kanë qenë tej mase të vështira, ka pas pasiguri të lartë për secilin të jetë aktiv në jetën publike, pra ka pas shumë elemente në të kaluarën, së cilës i ka shërby kuota për të qenë gratë zënë kuvend. Andaj me paraqitjet e tyre publike edhe në asamblet komunale, edhe në drejtorit përkatëse në kuvende komunale, edhe në kuvende edhe në qeveri, kuota po vjen duke u zbehur, ose le të themi duke u zhdukur, nga se për herë të dytë ka shumica grave që hynë pa kuotë në kuvend Kosovës
lëvizja vetëvendosje në veçanti e ka tejkaluar këtë, domethënë, gratë tashmë janë në garë reale me burrat, nuk janë të varura as pak prej kvotës. Kjo nënkupton emancipim të shoqërisë në përgjithësi, nga se një dukuri e mirë brenda një partie politike me dojmos do të imponohet si model i mirë edhe te parti tjera politike. Dhe kur kemi avancim brenda partive politike, kjo pashmangshëm reflekton edhe në institucionet tjera udhëheqëse, që atë sa u shërben qytetarëve, siç thash edhe më herët, për udhëheqje pa diskriminim edhe pa korrupsion, njëjtën kohë inkurajon edhe gratë që të punojnë më shumë, që të inkurajohen më shumë për të inkuadru në përgjithësi në institucione. Po të marrim përgjithsisht gjendjen e grave deputete apo secilës grua të përfshirë në politikë, cilat janë sfidat kryesore që ato përballen? Duke qenë se ende nuk jemi një shoqëri stabile në kuptimin e ndarjes së obligimeve të përgjithshme brenda familjeve në shumicën e rasteve, konsideroj se gratë që në fillim të tyre hasin në barriera të caktuara, nga se shumë obligime brenda familjes janë të pashkruara, por praktikisht të detajizuara ekskluzivisht vetëm për gratë. Gratë duke u munduar të jenë si të themi, mbrojtëse të gjitha rrjedhave brenda shtëpisë, brenda familjes, ndonjëherë marrin obligime dhe që nuk janë të tyre, ose nuk mund të jenë racionale për të ruajtur qetësinë, rehatin brenda shtëpisë dhe ngarkohen edhe përtej atyre gjërave që janë të obliguara edhe në aspektin praktik, po edhe në aspektin fetar. Kësaj kjo përbën një barë në vete për angazhimin e grave, sidomos në politikë, nga se politika është fusha më sfiduese për të gjithë pa dallim, edhe për meshkujt, për burrat, e në veçanti për gratë. E them këtë për faktin që angazhimet politike nuk kanë një orar të caktuar, angazhimet politike nuk njohin vikendin ose situatat e jashtëzakonshme, madje politika është gjithmonë sfidohet në situata dhe gjendje të jashtëzakonshme, kësaj kjo përbën një problematik në vete që thënë rutinat e grave, të cilat nëse janë në profesionet të tyre të caktuara, janë me një orar të caktuar në punë, e din sakt ku shkojnë, kur kthehen edhe mahleti kanë t'i ndojnë obligimet, t'i kryjnë obligimet të brenda familjes, ndërka që kur janë të angazhuara në politik, aty nuk ka një orar të caktuar, çështjet janë shumë senzitive, shumë të ndihshme, prekin fusha të ndihshme, ndarjet buxhetore nuk janë gjithmonë avantazhin e pozitës gruas. Nëse flasim për Kosovën sidomos, buxheti jonë është i mangët, kemi 2 miliard buxhet në përgjithësi që vendet të zhvilluara e kanë vetëm për një sektor të caktuar. Kjo na lën mbrapa, kjo na detyron të bëhemi racional për të gjitha nevojave të cilat ne i kemi si shoqëri, nga se nevojat janë të shumta dhe nuk përkojnë gjithmonë me buxhetin me të cilin funksionojmë, por në vazhdimsi edhe brenda Kuvendit Kosovës, edhe në Komisionin për Buxhet, edhe në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike, kemi vëmë në pa ngritje në zërit të grave deputete për strukturim sa më të mirë buxhetor dhe për funksionim e ruajtje sa më të mirë të buxhetit ekzistues që i kemi. Kësaj angazhimin tonë edhe në shëndetësi, komisionin ku i përkas bashkë me Komisionin për të drejtat e njerëzit, kësaj edhe në Komisionin për Arsim, me që rast edhe shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe Ministrën e Arsimit, Ministrinë e Arsimit në krye me zonjën Arbrien Agavci, që në mënyrë të veçantë ka ndonjë një shumë prej 5 milionësh, nëse nuk janë gabim, për themelimin e 50 qerdheve të reja publike anë kënd Kosovës, nga se kjo përbën element të veçantë për edukimin e hershëm të fëmijëve, që është shumë i domosdoshëm, në anën tjetër në kushte shumë modeste, nga se në mungesë qerdheve publike kemi parë kalim të pagesave në qerdhet private dhe ka qenë e papërballueshme për nënat që t'i bëjnë ato pagesa dhe të angazhohen vetë, dhe kur kemi qerdhe, sa më shumë qerdhe publike, çmime më të lira, më të mira, më të përshtatshme për familjet, pashmangshëm krijohen lehtësira shumë të mëdha për gratë që të angazhohen në profesione, pse jo dhe në politikë në të ardhmen. Kur jemi të angazhimin në politikë në të ardhmen, ju e përmendët se jeni deputete për të tretën herë, si e tillë, ky
ky patjetër se është një sukses i madh personal për juve, mirë po shërben edhe si burim frymëzimi për shumë gra e vajza të reja. Por sa i përket frymëzimit tuaj personal, nga e keni marrë frymëzimin për të përfshirë në jetën politike, cilët burra, cilat gra kanë shërbyer si frymëzim për juve? Të them të drejtën, si e re, si nxënëse, kam qenë shumë e angazhuar në aktivitetet kulturore në Gjilan, edhe në shkollën fillore Abazaiti, ku kam përfundu shkollimin fillor, mandej shkollën Aslan Elizi, shkollën e mesme të mjekësisë në Gjilan, po flas për periudhat e para luftës, para vitit 98-99. Aty kam pa përkushtim shumë të madh të mësimdhënësve të mi për të organizu, për ta mbajtur të gjallë shpirtin kulturor, aktiv, arsimor, edhe të nxënësve, por edhe kurajën e përgjithshme popullore, nga se kemi kalu në për sfida shumë të rënda, si shtet, si këmbë, si shqiptar, brenda territorit tonë. Gjithçka ka qenë organizuar në frymën patriotike, kjo ka qenë kurajën në vete. Unë kam qenë në ansamblin e shkollës, pastaj në ansamblin Mitsokulin Gjilan, jam marrë për 8 vite aktivisht me artin e recitimit, me arsimtarin e ndjerë Hetem Arifi, të cilë nuk e kam pas mësimdhënës, por ka pas aq kuraj, aq vullnet me na nxit, me na motivu. Bashkë kemi marrë pjesë në garat kombëtare dhe gjithë kombëtare të recitatorëve që janë mbajt garat kombëtare në Medresen Alaudin këtu në Prishtinë, dhe garat gjithkombëtare që janë mbajt në Preshev. Ato kanë qenë hapat e mi në jetën publike, organizative, pastaj kemi pas shumë organizime brenda klasës e shkollës, brenda shkollave të qytetit. Kam qenë edhe kryetare e shkollës Sime Aslan Elizi dhe kryetare gjitha shkollave të mesme në qytet, ku bashkë me Unionin Studentor të asaj kohe kemi bërë shumë organizime brenda qytetit, e kemi majtë aktive jetën e të rinjve me organizime të ndryshme, kemi botu edhe revista letrare, kemi pas kuize dituris. Këto kanë qenë kushtet tona në emancipim, që në fakt atë sa na kanë shërby për inkurajem për mësim, ashtë na kanë shërby edhe për aktivizëm, nga se oraret në shkollë kanë qenë të shkurta, televizion tonë nuk kemi pasur, vonë përmes satelitëve kemi mbri me ndjek 2 orë e televizionit shqiptar në Shqipëri. Kësaj unë jam, si them, jam angazhu në të gjitha rrjetet të cilat kanë qenë aktive brenda qytetit dhe brenda Kosovës, dhe kur futesh në struktura organizative, pashmangshëm ambicia e shëndosh të qenë drejt atyre të tjerave me radhë. Mandej jam angazhu në politik, kam qenë asambleiste në Kuvendin Komunal në Gjilan, mandej për një kohë drejtoresh për shëndetësi dhe mirëqenie sociale po ashtu në Gjilan, dhe tash në mandatin e tretë si deputete. Për shkollimin ton tim dhe gjithë fëmijëve tjerë në familje, motrës dhe 3 vëllezërve të mi, prindrit e mi kanë bërë shumë sakrifica si çdo prind tjetër në kushte të veçanta, sidomos ato të para luftës, po edhe të pas luftës, pse jo. Unë ndihem gjithmonë e papërmbushur, karshi mundi që duhet t'ua shpërblem prindve për sakrifica që na kanë bërë, që ata kanë bërë për shkollimin tonë. Këtu edhe është motivi im që të bëj diçka kur ata kanë bërë përtej të gjitha parashikimeve për neve si 5 fëmijë, e ndjej obligim që të bëj diçka më shumë për të ardhmen e fëmijëve të mi. Për momentin jemi në sfida tjera shoqërore, jo ato të ekzistencës së vështirë që i kemi pasur para luftës, por një strukturim me ligje të mira, me mbarvajtje, me angazhim më të madh për të ardhmen e fëmijëve të mi dhe shoqërisë në përgjithësi, janë ata shtytësit kryesor që më bëjnë të angazhohem në jetën publike. Po të dalim në rrafshin më të gjerë, në rrafshin kombëtar, si e shihni ju Kosovën në të ardhmen, cilat janë përparësitë, cilat janë sfidat e Kosovës në të ardhmen? Integrimi i pashmangshëm në BE është sfiduese, vazhdon të mbetet sfiduese për Kosovën, dhe sa herë që artikulojmë si të tillë integrim në BE, duke ditur që jemi pjesë e Evropës, kjo gjithmonë jep reflekton si një thikë me 2 teha,
që si shoqëri e dal nga lufta, kemi plotësuar standarde të shumë fishta për këtë integrim dhe jo gjithmonë shkon gjithçka ashtu siç ne duam. Kjo për shkak të, si themi, lirisë lëvizjes, angazhimit, emancipimit, të përgjithshëm bashkëpunimit të lirë me vendet të tjera si shoqëri demokratike krahas edhe vendeve të tjera që janë në zhvillim të barabartë me ne, ose ka vende që janë edhe mbasnesh me zhvillime me indekset në përgjithësi. Kjo mbetet në përgjithësi. Si kamp duhet i ruajmë vlerat tona, traditat tona, edhe kombëtare edhe fetare me të gjitha religione që jemi të përfaqësuara brenda shtetit të Republikës Kosovës. Është për të admiruar toleranca fetare që ekziston ndër ne. Kjo është vlerë e pashmangshme e vendit tonë, ku mbi shqiptar vlerën më të madhe e ka familjen, pa diskutim, pastaj bashkëpunimin ndërfetare, ndëretnik me të gjitha komunitetet që jetojnë brenda territorit tonë. Konsideroj që e ardhmja na përket të gjithëve bashkë pa dallim, duke i respektu në maksimum të drejtat të gjitha komuniteteve që jetojnë brenda Kosovës, me gjithë brishtësinë që kemi pas si shtet, edhe pavarësisë edhe pas pavarësisë, edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, jemi modeli më i mirë se si duhet të respektohemi si kom dhe si shtetëri edhe karshi i Bashkimit Evropian për integrim të mirëfillt. E nderuar, urojmë që edhe në të ardhmen të jeni pjesë e emisionit tonë, mirë po të mos diskutojmë për gjithëpërfshirjen e grave në pozita vendimarrëse, pasi që kjo gjë urojmë të merret si e mirëqenë. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi të bashkëbisedojmë gjithmonë me vajza e gra, studente, profesioniste të zonja të fushave të ndryshme, vetëm kësaj e ngrisim bashkë shoqërinë tonë përpara që e kemi amanet të prindërve tonë për të gjithë brezave, dëshmorëve të rënë për lirinë e vendit tonë. Faleminderit edhe një herë për juve. Shikues të nderuar, kaq kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje.